Përshëndetje nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin ton special, e kemi të titulluar Plani 15 pesëvjeçar i Kinës dhe ekonomia botërore. Kemi nderit kemi sot në mjediset tona të punës profesor i asociuar doktor Klodian Muço, dekan i Fakultetit Ekonomik, Universiteti Zonja e Këshillit të Mirë, ekspert i ekonomisë. Profesor Muço, përshëndetje, faleminderit që erdhët. Faleminderit juve për ftesën. Profesor Muço, Kina paraqiti këto ditë planin e saj të 15 pesëvjeçar 2026-2030 gjatë Asamblesë Kombëtare Popullore në Pekin, një nga ngjarjet më të rëndësishme politike të vitit për ekonominë e dytë më të madhe të globit. Kina në këtë plan përballet me sfida të reja, çmimet e rritura të karburanteve nga lufta në Iran, ndikimi i zgjatur i luftës tregtare të nisur nga SBA, ruajtja e besimit konsumatorëve kinesë dhe presioni për të riformatuar modelin ekonomik të vendit. Kemi diskutuar dhe më parë së bashku. Me gjithë këto sfida, objektivi i planit të ri për këtë vit 2026 është tet ambicios të sigurojë një rritje ekonomike vjetore 4.5 deri në 5%. Mirë po këto objektiv nuk e ka asnjë nga ekonomitë e tjera më të mëdha të planetit. A mund të realizohet në gjykimin tuaj? Situata e Kinës për 2026 ka ndryshuar pak në aspektin që po të kemi parasysh në qoftë se mund ta quajmë konflikt edhe Venezuelën, edhe pse u mbyll shumë shpejt, po ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Venezuelë dhe tashmë në Iran në një farë mënyrë, në mënyrë indirekte prek një ndër ekonomitë më të mëdha të botës, prek ekonominë kineze, edhe pse në vitet e fundit Kina ka bërë shumë hapa para, ashtu si shumë vende të tjera të botës, për sa i përket diversifikimit të energjisë, duke investuar shumë në energjinë green, duke hequr dorë nga nafta dhe duke përdorur energjinë elektrike të tjerë të makinat me baterie të tjera, por gjithsesi është akoma e varur nga nafta, ashtu si të gjitha vendet e botës, por që në një mënyrë do me thënë duke pak si paradoksale, për ndoshta edhe pak si e kalkuluar, por që faktikisht këto dy ndërhyrjet e fundit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës duke sikur mund të pengojë sadopak edhe pjesën e parashikimit të arritjes që në fakt ishte në koherencë me arritjen ekonomike që presupozohet të ketë mbyllur 2025. Kështu që ndoshta kjo mund të jetë një ndër faktorët që mund të frenojë këtë arritje dhe gjithsesi për të përgjigjur me saktësi duhet parë që sa do vazhdoj konflikti në Iran dhe çfarë impaktesh do ketë nafta në bursë. Plani i ri pesëvjeçar i Kinës e drejton vëmendjen drejt zhvillimit ekonomik me cilësi të lartë. Pse ky fokus sipas jush, profesor? Kina ndër vite në dekadat e fundit ka pasur një rritje shumë të shpejtë ekonomike, një rritje që është krijuar nga sektorët labur intensiv, po jo vetëm. Pra praktikisht ka pasur atë që të prodhojmë sasi pa menduar ndonjëherë shumë të cilësia. Tani strategjia ka ndryshuar. Po të kemi parasysh vitet e fundit, në 2 vitet e fundit të paktën Kina po orienton komplet pjesën e prodhimit te cilësia. Do të thënë nuk diskutohet më që Kina të jetë një ndër konkurrentët botëror vetëm në çmim, po të jetë konkurrent tashmë edhe në shumë cilësi, pra të jetë kompetitiv në produkte cilësore. Dhe shikojmë te makinat, sot kompanitë kryesore të makinave, të prodhuesve kryesor të Europës, po reduktojnë në mënyrë të ndjeshme prodhimi, sepse po shesin gjithmonë më pak. Nga ana tjetër nuk ndodh në Kinë përkundrazi prodhimi po rritet. Përmenda makinat, po kështu është dhe te pjesa e teknologjisë, ata tashmë nuk flasin për produkte cilësore, flasin për cilësi, do me thënë si të rritim standardin e jetesës të qytetarëve, u fol për një reform pensionesh, praktikisht ata duan tashmë kanë kaluar atë fazën e zhvillimit të shpejt. Tani duan zhvillim të qëndrueshëm, duan zhvillim që qytetarët të jenë të lumtur, ta ndjejnë dhe që mos të mendohet më që zhvillimi duhet të vijë vetëm që qytetarët të mendojnë jetën e tyre jashtë territorit të Kinës. Kërkojnë edhe ata që dhe qytetarët të jetë të lumtur më tepër se sa ekonomia u intereson dhe mirëqinë e qytetarëve. Në gjykimin tuaj, profesor, ku i ka rënjët rezistenca ekonomike e Kinës? Viti i kaluar, edhe pse ishte shumë sfidues në shumë drejtime për ekonominë e dytë më të madhe të botës, pati një suficit 1.2 triliard dollar, ndërkohë që Kinës ju është dashur të përballojë goditjet e jashtme, ka vjuar procesin e saj të transformimit strukturor, ka rritur cilësinë, siç edhe juve thatë, të produkteve të saj, të produktivitetit të ekonomisë së saj, duke rritur dhe njëkohësisht dhe ju sërish të përmendët të ardhurat e familjeve dhe duke ruajtur edhe stabilitetin e punësimit. Si ka arritur? Në vitet e fundit, sidomos pandemia, kriza e luftës në Ukrainë, po edhe që nga 2007-2008,
Po të ndiqe, do me thëmë, ekonomistët e dëgjuar të politikave ekonomike flasin shpesh për sisteme të qëndrueshme. Dhe shikohet që sa më shumë po shkojmë drejt kësaj, që më shumë problematika po shfaqen. Që kompanitë kryesore të prodhimit të makinave në Europë të jenë në vështirësi, tregon në një farë mënyrë që ka diçka që nuk funksionon në vizion, në mënyrën e të operuarit e të tjerë. Kalojmë tek ai sistemi hibrid, do me thënë që në qoftë se mund ta quajmë kështu, ai sistemi kinez që sigurisht ka një rol shumë të rëndësishëm dhe shteti, por edhe ekonomia nuk është vetëm një ekonomi e centralizuar, pra është një mix ndërmjet të dy. Ndoshta kjo mund të jetë edhe për mendimin tim edhe çelësi suksesit të Kinës, pra ka arritur të kombinojnë në mënyrë perfekte rolin e shtetit në ekonomi me sipërmarrjen private, dhe kjo është ndoshta arsyeja kryesore pse Kina vazhdon akoma që përveç se është një shtet tashmë i zhvilluar, ekonomia ndërtë globale të tjera, vazhdon akoma të surprizoj vendet, do me thënë me rritje kaq të mëdha. Të mbyllësh 2025 me shumë gjasa diskutohet të mbyllet me 4.8% rritja ekonomike e Kinës, tregon në një farë mënyrë që janë mbi të tjerët nga këndvështrimi ekonomik. Dhe tashmë nuk shikojmë vetëm rritjen ekonomike thjesht si një tregues makroekonomik, si një indikator makroekonomik, po shikojnë si të, do me thënë, mirëqenien e qytetarëve. Profesor Muço, raporti i punës së qeverisë së Kinës e ka pozicionuar zgjerimin e kërkesës së brendshme në Kinë si detyrë përparësore e qeverisë për 2 vite rresht, me theks në iniciativat e veçanta për të nxitur konsumin. Për këtë, Kina do të ndjek politika për të stimuluar konsumin, rritja e të ardhurave familjare që e përmendët dhe juve, përmirësimi i furnizimit, forcimi i kujdesit shëndetësor, kujdesi për të moshuarit dhe mbështetja për kujdesin ndaj fëmijëve, përdorimi i masave fiskale dhe financiare për të mbështetur programet e tregtisë së madhrave të konsumit, si dhe heqja e barierave dhe kufizime në lidhje me konsumin. Masat e duhura sipas jush? Në të kaluarën kemi parë që një ndër shtetet kryesore që zhvilloi ekonominë, nëse do flasim për ato modelet e zhvillimit ekonomik të periudhës afatgjatë, ishte Korea e Jugut me atë eksport ledin. Me thënë, si të zhvillojmë ekonominë me anë të eksporteve. Kina në një farë mënyrë ka pasur një zhvillim të tillë që vinte kryesisht nga eksportet. Nëse mund ta quajmë kështu rishikimi i aspektit i ekonomisë në aspektin gjeopolitik apo globalizimi ekonomik i viteve të fundit, duket sidomos nga ndërhyrjet gjithmonë ndërhyrjet e fundit që ka bërë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka vënë në pikpyetje në një farë mënyrë që ky globalizim ndoshta nuk është mënyra më adapte sipas këndvështrimit të tij për të zhvilluar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që normalisht ka efekte pastaj në gjithë ekonominë globale. Ka vënë që edhe Kina ndoshta ta rishikojë zhvillimin ekonomik tashmë vetëm si pasojë eksporteve, pra mos të bazohet rritja ekonomike vetëm te politikat e ndjekura nga vendet e tjera. Praktikisht nëse do shikojmë të kthehemi tek ato leksionet e vitit parë të makroekonomisë të studentëve ku marrim prodhimin e përgjithshëm bruto, që themi që konsumi, investimet, shpenzimet publike dhe eksportet neto, konsumi në shumicën e vendeve është komponenti kryesor i prodhimit të përgjithshëm bruto. Përbën nga 60 deri në 80% në varësi të shteteve të caktuara. Kështu që edhe Kina ndoshta ka arritur që, do me thënë, mendon që duke stimuluar tashmë konsumin e brendshëm, mund të kundërbalancojë të gjitha këto efekte egzogjene që vijnë si pasojë politikave të ndjekura nga shtete të ndryshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian e të tjera. Kështu që të investosh në konsum, të investosh për të stimuluar konsumin e brendshëm, normalisht është një aspekt shumë pozitiv, sepse ti rrit ekonominë e brendshme, do me thënë e bën më autonome rritjen ekonomike. Pastaj të gjitha ato të tjera, kujdesi shëndetësor, sistemi pensioneve, fëmijët, do me thënë stimulimi i rritjes së lindjeve, do me thënë zgjidhja problemeve të demografisë e të tjera, të gjitha këto janë faktor shumë të rëndësishëm, sepse sot që ne po flasim për këtë, po të kthehemi pak bas në kohë dhe të shikojmë Amartya Seni këtë fliste, do me thënë kur fliste për zhvillimin e qëndrueshëm, dhe në zhvillimi social qytetarët. Si të bëjmë, do me thënë, të japi një mundësi qytetarët të kenë mundësi të zgjedhin, dhe zgjedhja nuk është vetëm ndërmjet 2 alternativave, po të kenë mundësi. Pyetja e parafundit për këtë bisedë tonë sot, profesor,
në 2 sesionet e zhvilluara të Asamblesë Kombëtare Popullore të Kinës, u theksua zgjerimi i hapjes së Kinës ndaj botës, me politikat e saj të heqjes së vizave për shumë vende që tërheqin vëmendje të veçantë. Në vitin 2025, numri i turistëve të huaj që hynë në Kinë pa viza pati një rritje vjetore gati gjysmë për gjysmë, pra 50% më shumë. Duke quar drejt për drejt në dyfishim të shitjes së produkteve të rimbursueshme pas nisjes, dhe duke lehtësuar edhe shkëmbimet njerëzore midis Kinës dhe vendeve të tjera. Dhe praktikisht është rigjallëruar bashkëpunimi ekonomik e tregtar me këto vende ku edhe turizmi, si thua, ka luajtur rolin e tij. Si e komentoni ju këtë hapje të Kinës, këtë natyrë hapje? Në vitet 90 pati një vitet 90-2000, do me thënë dekat pati një boom të kompanive të huajat, sidomos europiani, që shkonin dhe spostonin prodhimin në Kinë, dhe fillimisht spostimi i parë që do me thënë sigurisht i ndjekur, i stimuluar nga shteti që u jepte, kishte një sër avantazhesh për bizneset e huaj që vendin spostonin prodhimin në Kinë, u mendua fillimisht që të reduktonin kostot e prodhimit, duke që pjesë e mire lëndës së parë prodhoi pikërisht aty tjerë kosto e punës. Shumë shpejt bizneset e huaja kuptuan që nuk ishte vetëm që Kina, nuk ishte vetëm një vend që ti të prodhoje me një kosto më të ulët, po ishte edhe një treg gjigant, nga vetë popullsia e saj. Pra, edhe kompanit, më vjen në mendje një ndër kompanit më të mëdhaja të Italisë dhe të Europës, Honegger, që prodhonte veshje luksi, thoshte që në momentit i vërtet, produktet tona janë produkte luksi, por që sa italian kanë mundësi që të blejnë, ndoshta 10% e popullsisë. Në Kinë do mjaftonte vetëm 0,1% e popullsisë që të ishte një treg shumë i madh se sa Italia apo shumë vende të tjera të Europës. Pra e pan edhe nga këndvështrimi ekonomik. E njëjta gjë po ndodh në një farë mënyre edhe sot. Pra është vënë re që mbas pandemisë pati një boom zhvillimi i sektorit turistik. Pra është parë që turizmi mund të luajë një rol të rëndësishëm, jo vetëm në ato ekonomi tradicionale, si që është Franca, Italia, që kanë shumë për të treguar nga aspekti historik dhe kulturor, por edhe për vende të tjera. Konkretisht Shqipëria, po të shikoj me curinë ekonomike të Shqipërisë, sigurisht turizmi ka qenë i rëndësishëm. Po 2 vitet e fundit është bërë sektori kryesor i ekonomisë, përdon gati 1/4 në ekonomisë shqiptare vjen pikërisht nga turizmi, dhe po përmend 1/4 në mënyrë direkte, po të shikojmë dhe ato efektet komplementare apo në indirekte mund të shkojë edhe shumë tepër se sa kaq. Kështu që ka përshtypjen që edhe Kina po shikon që edhe turizmi mund të losë një rol të rëndësishëm, dhe turizmi në mënyrë, jo vetëm turizmi në mënyrë indirekte, po edhe turizmi në mënyrë indirekte, ti duke shkuar, duke vizituar shtete apo qytete të caktuara, shikon që edhe ekonomia se si është ndërtuar atij vendi, dhe kjo pastaj rrit edhe më tepër oportunitetet apo investimet në atë vend. Kështu që në të tilla kushte unë shikoj thjesht si një mundësi tjetër zhvillimi që pse jo edhe Kina ka qenë shumë e zhvilluar nga pikpamja kulturore dhe historike, kështu që ka dhe ajo shumë për të shitur. Në pyetjen e fundit për bisedën tonë sot, po i kthehemi eksporteve represor. Eksportet kineze drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë rënë për vitin e kaluar gati 1/3 me 29%. Gjithashtu edhe Bashkimi Evropian dhe Japonia kanë vendosur kufizime. Si dhe disa vende në zhvillim po shtrëngojnë rregullat për mallat kineze. E megjithatë, e përmendëm pak dhe më përpara, eksportet kineze po thyen rekorde. Si po e arrin Kina këtë, dhe në gjykimin tuaj, a mund ta vazhdojë këtë rekord eksportesh edhe në 5 vitet e këtij planit të 15 vjeçar, pra në vitet 2026 që jemi tani deri në 2030? Në 2025 pati ndryshime të mëdha në aspektin e tregtisë ndërkombëtare për arsye të politikave mbrojtëse që vendosën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që sigurisht nuk patën vetëm efekte tek në Kinë, po gjithë Bashkimi Evropian u ndje shumë i, le të themi, shumë i rrezikuar nga këto lloj politikash dhe normalisht me efekte goxha të rëndësishme në aspektin ekonomik. Po të shikojmë pak çka ka ndodhur në 3 muajt e parë të 2026, shikojmë që drejtues të rëndësishëm shtetesh të rëndësishme të Bashkimit Evropian, por jo vetëm, kanë bërë vizita së fundmi në Kinë, që tregojnë në një farë mënyrë një hapje
të reja, apo do me thënë diskutime se si mund të intensifikohen shkëmbimet, apo si mund të luftojnë barierat tregtare ndërmjet Kinës dhe këtyre vendeve me qëllim që të zhvillimin të afatgjat. Ashtu siç Amerika po ndjek një politikë të caktuar të zhvillimit ekonomik me duke vendosur bariera tregtare, kështu që dhe vendet e Bashkimit Evropian, por jo vetëm, po shikojnë mundësitë se si mund të zhvillohen edhe pa qenë, le të themi, pa ndjekur, pa qenë një follower i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu që unë kam përshtypje në të ardhmen do ketë një ridizenjim edhe të shkëmbimeve tregtare në nivel global, dhe ndoshta kjo mund të vazhdojë që të luajë një rol shumë të rëndësishëm, pa haruar këtu edhe pjesën e krijimit, të këtyre të gjithmonë intensifikimit të shkëmbimit të krijimit të BRICS-it, të kësaj organizate, që në një farë mënyre po çon, apo do me thënë po intensifikon shkëmbime ndërmjet këtyre shteteve themelues të kësaj organizate të madhe. Kështu që unë kam përshtypjen do vazhdoj me të njëjtat të ri. Profesor Muçoj, faleminderit që ishit me ne sot në këtë emision special. Faleminderit juve. Të nderuar miq, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.